sukses. Qa kemi tash në tetor, ose në fillim nëntorit? Zakonisht tash me fillimin e vitit të ri shkollor, do më thonë edhe shtator, tetor tash edhe shkollat fillore dhe shkollat e mesme fakultete, kujdesemi për projektin tonë të veçantë që i kemi, që është bursa e jetimit, ku një donator së paku ose 2 donator për një fëmijë jetim kontribuojnë në baza të rregullta mujore. Me qatë ndihmë ata llogarisim edhe na faktikisht të familjet e proklamojna si bursë shkollore që fillimin e vitit të ri shkollor me ja lehtësu fëmijëve, nxënësave dhe studentave. Edhe në këtë periudhë kemi punu faktikisht në këtë projekt në bursën e jetimit, e që paraprakishtve që kemi përmbyll, si me thonë, projektin çanta për fëmijët jetim, ku i kemi shpërndarë mbi 2000 çanta domethënë me pajisje shkollore. Kemi përfshi krejt fëmijët jetim që i kemi në listën tonë, që janë domethënë mbi 2000, e po ashtu një pjesë të konsiderueshme edhe në raste sociale, kemi dërguar në disa vende. Kemi filluar me përfshi edhe qendrat të cilat kanë shërbime speciale, që janë qendrat me fëmijë autik. Të paktën kemi filluar me i pas në fokus që në të ardhmen inshallah me ndihmu me bë pjesë të projekteve tonë, domethënë edhe fëmijët me Down syndrom që janë, qendrat e tyre në Prishtinë, edhe me fillu mu zgjeru edhe jashtë Prishtinës, kështu që kudo që ka nevojë edhe aq sa të kemi mundësi me qenë pranë tyre. Pra, po kuptojmë që Islamic Relief Kosova është e përfshim gjithë Kosovën për çka që ka nevojë bazë hapësirës që keni. Po, e saktë, dhe më thonë... Për shkollim, për vesh mbathje... Fokusi kemi fëmijët jetima, normalisht edhe rastet sociale, për fokusi i madh është në familjet me fëmijë jetim, fëmijët që ju ka vdek babai, që janë në moshë madhore. Fillimisht i kemi të regjistruar në databazën tonë të evidentuar që kemi një departament të veçantë që kujdeset për këtë punë. Masi të aplikojnë të na me hyrje në lista të përfituesve, masi ti vizitojmë, ti vlerësojmë që kanë nevojë, atëherë veç në çdo projekt ku kemi shpërndarje ata përfshihen edhe përfitojnë. Kështu që për çdo familje që i kemi në listat tona, që janë nga i gjithë territori i Kosovës, për çdo nevojë që ato kanë gjatë gjithë vitit, faktikisht mundohemi me u plotësu në aspektin ekonomik, domthonë qoftë shkollimi, në aspektin shëndetësor, ushqimi edhe gjëra të tjera. Pra keni mbi 2000 fëmijë jetim apo? Po. Janë mbi 2000 fëmijë jetim që përfitojnë në baza mujore. Në baza mujore përfitojnë nga organizata, e gjatë gjithë vitit përfitojnë në shumë projekte. Që është bursa, që është pakat ushqimore, kurbani, tash të dimri, koha dimrit, veshmbathje, këto të përgjithshmet, plus mëse po vëzuti me pas probleme shëndetësore, që veç që kemi shpesh rastet jetimave që kanë probleme shëndetësore, i mbështesim. Qoftë në pajtë, që më thonë, në mjekim, qoftë në ilaqe, borna, që ata ka nevojë prej neve.